Sepse keni fjalë vetëm për Bashkinë e Tiranës, unë di që atë ka dalë një kandidaturë të diskutuar, po besoj që brenda, domethënë strukturave të veta, brenda kryesisë, bashkë me zotin Berisha, ata kanë kohën e duhur që të mund të shoqërishin dhe të gjejnë një kandidaturë e cila të jetë kandidaturë, si thosh, e premtuese. Ajo që unë do sugjeroja, nëse do isha, sidomos për Tiranën, për qaqe tjera në base mund të merren opinione dhe nga strukturat, për Tiranë do ishte mirë të vendosësh pas një sondazhi. Sondazhi ka, domethënë, është shumë tregues real faktikisht, nëse bën sondazhe serioze, në mënyrë që të gjesh një kandidaturë e cila të jetë sa më afër fitores. Edhe unë besoj që një gjë të tillë ka kohë të bëhet, se nuk është vonë, domethënë ka dhe një vit kohë, dhe besoj që Partia Demokratike bashkë me strukturat e veta do gjejnë kohën e duhur që ta realizojnë një gjë të tillë. Pas edhe për disa bashki tjera të vazhë, që është Durrësi, Vlora, atje.